Pasi kanë mbyllur provimet e maturës shtetërore, maturantët hyjnë tashmë në fazën e aplikimit në universitet. Sipas kalendarit zyrtar të aplikimeve për pranimin në institucionet e arsimit të lartë, të publikuar këtë të njëjtë, procesi do të zhvillohet në 3 raunde. Raundi i parë nis fillimisht me pagesën e tarifës së aplikimit më 3 korrik, ndërsa nga 27 korriku deri më 1 gusht, nxënësit do të kenë mundësi të përzgjedhin deri në 10 programe studimi në portalin U-Albania. Më 22 gusht do të publikohet renditja e aplikantëve, ndërsa kandidatët e shpallur fitues do të kenë kohë nga data 26 gusht deri më 8 shtator për të kryer regjistrimin. Për kandidatët që nuk sigurojnë një vend në fazën e parë, raundi i dytë nis më 30 gusht me pagesën e tarifës, ndërsa përzgjedhja e programeve do të kryhet nga data 15 deri më 17 shtator. Ndërkohë, është parashikuar edhe një raund i tretë, i cili u jep mundësi të fundit kandidatëve. Aplikimet do të jenë të hapura nga data 8 deri më 21 tetor. Me publikimin e këtij kalendari, maturantët hyjnë në fazën e orientimit drejt studimeve universitare, ku përzgjedhja e programeve dhe respektimi i afateve të përcaktuara në këtë kalendar do të jetë vendimtar për rrugëtimin e tyre akademik. Në vend janë të paktën 15 universitete publike dhe mbi 20 private që do të hapin dyert për maturantët në vitin e ri akademik.